Pra, unë mirë se vinë në Endrit Games TV, unë kam e bo një video të lujt Minecraft. Kam ju mësu qysh me bo ndo anaj asi wither wither do me thonë është një skelet që fluturon edhe i ka 3 koka. Ta bëjmë një vend, ta bëjmë creative se nuk kena asi qysh me bo. Edhe emrin e vendit për bëjmë mirë. Edhe tjetër është mirë këtë, t'ja nisi. Creative map. Kam një për shumë sene shumë të mira të lujt Minecraft. Pra që ku jemi me një vend, të shumë për vend është. Mirë. Pra t'ja nisim dhe ta fillojmë lujt. Që javë që në kalon disa kuaj, që një kal i vogël, ka që gaç kal vojli, tash t'ja nisim t'a bëjmë skeletin me 3 koka. Duhet me marrë një qësi, edhe 3 qësi. Tash kemi bëhe 1-2 nalt, edhe 1 knej, edhe 1 kana tjetër. E poshtë një sen. Kjo është një dele e femve që ka jetu vetë, unë nuk më bo diqka, kur gjo. Edhe një sen për delet, kam ju mësu edhe ata. Kam ju mësu plot sene që ju ndoshta nuk i dini. Pra kështu edhe kështu. Ja pra ku është edhe wither skeleton. Pra ky është ai që doja t'ja mësoja. Ja pra dhe eksplodon edhe vendin e ban not. Të mundohemi me mytë se qështu tërë nuk po rrjet. Pra ky bën shpella për mos me mytë. Edhe kam ju mësu më të në përdele që ka mund me bo, kam ju mësu shumë sene që ju nuk i dini ndosha. Edhe kena me bërë një video. Mos harroni ju të bëni like ose subscribe. Ta mytim këta se këtu ka shumë jetë, edhe nuk muj me mytë shumë shpet, se i rritën jetat shumë shpet. Pra si që përshini jetat janë aty në altë, të ato shkronjët. Pra ja ku qëtë edhe disa shok të ti dhe bënë t'i fort, por na do të vazhdojmë ta mytim këta, sepse kjo mund të bëhet edhe me fort dhe nuk mund ta mbytim. Pra kështu do t'ja nisim edhe do të përfundojmë me gjëra që ju nuk i dini. Pra na mori shumë kokë duke mbytur. Hajde edhe pak i meti jeta edhe... Ja pra, po eksplodon, se po mytët. Boom. Ja pra, e mbytëm skeletin. Ai qëtë një kësi edhe... Këtu ka qenë edhe një ari, po nuk është mosës. Eksplodoj aj, edhe nuk mujto me pa. Pra të shkojmë nalt edhe t'ju tregoj çka mujmë me bo me dele. Duhet të mirëni një anvil kjo, edhe do të merrni një name tag. Name tag do të thot një gjë që mund të vëjmë emrin. Të marrë këto edhe një disa vizë të deleve.
ta vëjmë Anvil. Ne edhe duhet të duajmë diçka sepse kur të bëhet emri do të dalë. Pra ta bëjmë këto, him këtu him ju këtu. Edhe emrin duhet t'ja shkruani J-E-B edhe vinë poshtë. Pastaj kështu, ja bëni këto kështu, ajo kushton një fuqi, pra ta qesim një dele edhe t'ja vëjmë emrin gjep. Pra kjo dele bëhet me ngjyra, është si ylberi, ja pra, kjo është delja që dështa t'ju tregoja ju. Pra, tani do t'ju tregoj edhe një gjë tjetër. Do të shkojmë më larg, të bëjmë një kësi, edhe të marrim item frame, edhe të gjuajmë diçka, sepse edhe kjo duhet me një sene shka na vjen mirë, edhe ta gjujmë këto. Pra, tash kena me marrë një letër, edhe kena me bërë një hartë. E pra, ku ta vëjmë këtën, bëhet harta e ta hekim në një hartë. Pra, tash kjo është gjëja që do t'ju tregoj në tjetrën. Mundi ta bëni këtë, do këtë shumë bukur, ku keni ndonjë laborator ose ndonjë gjë tjetër, bëni këtë, është shumë mirë dhe do këtë bukur. Pra, këto ishin gjëra që unë desha t'ju tregoj juve, do të shihemi nesër ose ndonjë video tjetër. Mos harroni të bëni like ose subscribe, shihemi ditën tjetër.